Tani përpjekja jonë dhe mënyra se si e bëjmë përpjekje nuk kanë përfunduar, jemi në proces i rindijim. Kemi përcaktuar që protestat janë një proces. Është thirrur protesta e datës 17, nuk është tërhequr Partia Demokratike nga asumimi të qëndrimit saj. Përderisa ne vazhdojmë protesta dhe përderisa themi që ka dhe mënyra tjera për protestuar. Kemi një gatishmëri të grupit parlamentar që ata i të reagojnë brenda sallës kuvendit, jo vetëm me fjalime, jo vetëm me përplasje, jo vetëm me interpelanca apo mocione debati apo komisione hetimore, por edhe format pandodhura pa parë. Jemi në një rritje të mënyrës se si ne e realizojmë protestën. Kështu që nuk mund të themi gjëra të tjera nëse përderisa ne jemi në një vazhdimsi reale dhe do insistojmë në kërkesën tonë, sepse nuk është një kërkesë politike, është një kërkesë që vjen për shkaqe të keq qeverisjes, që vjen për shkak të sjelljes së Ramës në raport me parlamentin, në raport me institucionet, edhe të sjelljes tim në raport me synimin dhe qëllimin dhe dëshirën që ka Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Jemi në një krizë tërësore, politike, sociale, institucionale.